O vlla, isha në spital për të bërë një gjilpër sepse kam veshin me infekcion. Edhe kam 2 herë në ditë. E bëra mëngjes dhe shkova për ta bërë masdite, po e njëjta infermier, një vajzë e re, flokzez. Edhe nuk pra o vlla, po mos t'i japësh lek nuk të prekin me dorë fare. Tek urgjenca e Elbasanit. Unë jam një qytetar që paguaj 150 euro sigurime për shëndetin tim. I paguaj biles t'jap dhe me dokumenta të faktuara, por nuk të kapin asnjëri me dorë, por nuk i dhe 500 lek të reja vlla. Shkurt muhabeti. Dhe më tha zonja në fjalë, më tha që nuk paguhem unë tha për të bërë ty gjilpërën, duke ditë që ajo paguhet nga takset e mia dhe nga takset e gjithë qytetarëve të Elbasanit edhe të gjithë Shqipërisë. Kështu që isha i lutur që ta postoje këtë lloj denoncimi, sepse nuk është hera parë, është hera e tretë që po ma bën këtë gjë. Dhe më pas i thash, po pse a mos vallë është një spital privat që duhet të jap para, dhe më tha jo, tha është tetror. Atëherë tha shumë pse nuk e bën, më tha që po merrem me urgjencën, duke ditur që ishte tek zyra vet. Ishte tek zyra vet dhe sa po ja bëri një pacienti tjetër, sepse i dha para.